Problemi i parë ka qenë se kemi pas për një kohë gjatë dhe vazhdojmë të kemi një qeveri në detyrë e cila i ka disa kufizime sipas legjislacionit në fuqi, dhe çështja tjetër që ka karakterizuar këtë qeveri ka qenë çështja e tejkalimit të këtyre kufizimeve që njihen me ligjin në fuqi. Siç e dini, edhe një vendim i Gjykatës Supreme në korrekt këtij viti e vërtetoi atë që kemi thënë edhe ne si GLBS, që kabineti qeveritar kur përbëhet edhe prej ministrave që janë edhe deputet, secila vendimmarrje e tillë është e kundërligjshme, dhe fatkeqësisht edhe pas një vendimi të tillë nga ana e Gjykatës Supreme, qeveria në detyrë ka vazhduar të marrë vendime që i tejkalojnë edhe kufizimet me ligjin për qeverinë, po edhe që janë në kundërshtim edhe me vetë vendimin e Gjykatës Supreme. Të tjerë, pra ka pasur një problem ligjor i cili më pasaj është përkthy edhe në problem politik. Po kjo s'ka përbë problem për qeverinë që të mos i ushtroj kapacitetet e plota të saj. Keni parasysh, qeveria ka miratuar edhe ligj për ndarjet buxhetore për të cilën ajo nuk ka mandat. Ajo ka miratuar edhe pagën minimale për të cilën nuk ka mandat. Ajo ka përcjell në Kuvend të Kosovës edhe vendimet për miratimin e buxheteve të komunave të Kosovës. Po, pa pasur mandat, ajo i ka përcjell në Kuvendin e Kosovës. Pra nuk ka pasur, si vetëm vakum sa i përket asaj që ka menduar qeveria. Tjetër çka që ka kundërligjshmëri edhe kundërkushtueshmëri. Por qeveria në vetvete nuk ka menduar që nuk ka kapacitete të plota. Me këto kapacitete që i ka, ajo ka funksionuar njëjtë sikurse një qeveri që është fuqi plot, legjitime dhe legale. Por që kjo nuk është e shëndetshme për demokracinë edhe për parimet e sundimit ligjit. Pra po thoni që ne vlerësojmë se në pjesë e madhe të këtyre vendimeve i kanë tejkaluar ato kufizime që një ligje për qeverinë. Këto kufizime qoftë në aspektin subjektiv, qoftë në aspektin objektiv në natyrën e vendimeve që janë ndërmarrë, pra kanë bërë që të njëjtat të jenë të kundërligjshme. Rrjedhimisht, secili vendim, pra kur u marr në prezencë ato si anëtarë të qeverisë kanë qenë deputet të zgjedhur e të certifikuar, ne kuptojmë që ato vendime janë të kundërligjshme. E dyta është që ka ndodhur shpesh që qeveria i ka tejkaluar edhe kufizimet që janë njohur me ligjin, pra me ligjin mbi qeverinë. Këto kufizime ka të bëjnë tazëm edhe me çështjen e shpërndarjes së disa mjeteve ose marrjes së vendimeve për shtesa ose tejkalim të disa autorizime që ne mendojmë edhe që kanë tejkaluar edhe autorizimet ose kufizimet sa i përket çështjes së buxhetit. Në përgjithësi, ky kabinet qeveritar, pra qeveria në detyrë në kohën sa kishte në përbërjen e vet edhe deputet të certifikuar, vlerësojmë që i ka tejkaluar kufizimet ligjore.